Ashtu si kundër televizioni 6+1 Vlora e kishte paralajmëruar gjatë gjithë këtyre kohëve, aeroporti Vlorës nuk mund të nisë fluturimet këtë verë, çka ka bërë që ndikimi i parë të jetë anulimi i kontratave turistike, të cilat agjencitë nordike kishin me tur operatorët shqiptar. Bëhet fjalë për ato kontrata të formës allotment, pra ku ka rezervim paraprak të dhomave por pa pagesa, që kryesisht ishin në rajonin e Vlorës. Autoritetet ju kanë komunikuar këtë javë tur operatorëve se hapja e aeroportit është e pamundur të bëhej pasi ende nuk ka arritur të marrë certifikimin. Lajmi i keq është që nordikët që do të vendoseshin në Vlorë me fluturime nga ky aeroport i kanë anuluar fluturimet për këtë vit. Mësohet se ishin të paktën 3 chartera në javë. Ky është viti i dytë që turizmi vuan pasojat e një aeroporti, i cili premtohet se do të hapet dhe në fund nuk finalizohet. Kujtojmë këtu se edhe vitin e shkuar u përsëriti e njëjta situatë ku charterat me turist ishin planifikuar të uleshin në Vlorë, por në fakt ata u riskeduluan për ulje në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës dhe më pas me transferta me autobus për në Vlorë. Edhe për këtë vit tur operatorët konfirmuan se kishin kontrata me garanci me agjenci të huaja për ulje nga Vlora dhe një pjesë e hoteleve kishin marrë disa këste si pagesa paraprake. Mos hapja e aeroportit duket se do të jetë një tjetër dhimbje koke për turizmin. Aktualisht 2 aksioner kryesor të konsorciumit që mban kontratën e aeroportit janë në një betejë ligjore me një sër arsyesh komplekse, teksa vetë qeveria ka qenë vëzhguese e kësaj situate. Më herët aksioneri që ka aktualisht administrimin e shoqërisë tha se synonte që fluturimet të nisnin në muajin qershor, edhe pse burime pranë Ministrisë së Infrastrukturës i thanë se ky afat është i pamundur dhe se kompania kishte kërkuar shtyrje të afatit deri në shtator. Por tashmë është më së qartë, aeroporti ndërkombëtar i Vlorës nuk do të hapet as këtë vit.